Pas një muaj agjerimi dhe predikimi, besimtarët musliman të Elbasanit e kanë kremtuar ditën e Fitr Bajramit në mëngjesin e sotëm, duke falur namazin e Bajramit në orën 7:30. Në këtë ditë të shënuar, shumë besimtarë u bashkuan thirrjes së imamëve për të falur namazin së bashku në qendrën e sheshit të Elbasanit, duke shprehur urimet e tyre për këtë ditë kaq të veçantë për ta, me dëshirën që çdo shqiptar të ketë mbarësi dhe shëndet. Ata lutën që agjerimi i tyre i plot prej 30 ditësh të jetë i pranuar nga Zoti. Miftiu i qytetit të Elbasanit, Agim Duka, përshëndeti besimtarët musliman, duke uruar ata për këtë ditë kaq të rëndësishme. Ai theksoi rëndësinë e muajit të agjerimit dhe mirësitë që besimtarët kanë fituar gjatë këtij muaji të shenjtë. Pas faljes së namazit të Fitr Bajramit, Miftinia e Elbasanit hapi dyert për të pritur qytetarët e Elbasanit për t'i uruar ata, ndërsa të pranishëm në këtë ceremoni ishin edhe klerik të feve të tjera dhe personazhe të politikës së qytetit. Padyshim sot është një ditë e veçantë për besimtarët musliman. Sot është festa e Fitr Bajramit, një festë e cila vjen mbas një krye të një obligimit nga shtyllët e fesë islame, ajo të agjerimit të muajit Ramazan. Kështu që lut Allahun e madhëruar që inshallah i ka pranuar sakrificën, lutjet dhe çdo punë me të cilën besimtarët musliman janë afruar sado pak me krijuesin e tyre, Allahun, krijuesin e gjithësisë. Unë gjej rastin që të uroj të gjithë besimtarët musliman të qytetit Elbasanit, por edhe me gjerë, që inshallah ky Bajram të jetë një Bajram i bereqeshëm me plot mirësi dhe begati në familjët e tyre. Plus Allahun azza wa jall që të japi gjithë qytetarët e Elbasanit mirësi dhe paqe kudo të jetë. Çdo vit besimtarët musliman, sidomos rinia, ka prirje dhe afrohen tek xhamiet, tek kur të lutet tek Zoti krijuesi i gjithësisë. Por se ajo që bën përshtypje më shumë është që ka rritje të numrit të besimtarëve, domos në muajin e bekuar Ramazan, ku shumë besimtarë gjejnë mundësinë që ta agjerojnë sado pak në këtë muaj të bekuar Ramazan. Po ashtu, pas 30 ditëve të agjerimit të muajit të Ramazanit, besimtarët musliman në Lezhë kremtuan festën e Fitr Bajramit. Ta u mblodhën në orët e para të mëngjesit në xhaminë e qytetit për të falur namazin, ku rituali fetar u drejtua nga miftiu i Lezhës, Sadetin Kotorri. Në këtë ditë të shënuar, miftiu Kotorri përcolli një mesazh të veçantë për besimtarët, duke theksuar rëndësinë e sakrificës, solidaritetit dhe mëshirës që përcjell muaji i shenjtë i Ramazanit dhe Fitr Bajrami. Sot në këtë ditë feste keni mesazh prej besimtarëve të Islam, prej Hoxhës. O vëllezër, o popull, o ju të dashur bashkëkombës tonë, Zoti ju bekoft, Zoti ju nderoft, Zoti ju dhash mirësi dhe begati. O dashurit e mi, afroni tek Zoti xhel xhelaluhu, sepse Allahu është krijuesi i gjithësisë dhe kthimi jon do të jetë prapë tek Zoti. Po kështu besimtarët musliman në xhaminë e Fushkrujës, të cilët u mbushën plot të gjitha grup moshat, falën namazin e Fitr Bajramit. Njërisi e këtij muaji të agjerimit ishte pjesëmarrja e fëmijëve dhe nxënësve të shkollave të qytetit. Hoxha Muharrem Vrana, gjatë fjalës së tij, theksoi se muaji i agjerimit ka treguar vullnetin e besimtarëve për harmonizim, bashkim, solidaritet dhe largimin e mendësive negative, duke e bërë ato një rrugë për të arritur mëshirën e Zotit. Gjithashtu, besimtarët musliman në emigrim treguan se ata kanë agjëruar në muajin e shenjtë të Ramazanit dhe tani janë kthyer për të festuar pranë familjeve të tyre këtë ditë të shënuar të Fitr Bajramit.